Ebu Darda në këshillon duke thënë llogariteni veten në mesin e të vdekurve. Pra, dëshiron që nëpërmjet përmendjes së vdekjes, nëpërmjet kujtimit të këtij fakti se ne do të vdesim, ne edukoj në një formë të veçantë. Pyetja që parashtrohet: çfarë forme ose në çfarë mënyre ne mund të edukohemi duke e përmendur vdekjen? Përkujtimi i vdekjes ka efekt kthjellës. Ndonjëherë në turistninë e kësaj përditshmërisë, ne sikur dehemi shpirtërisht dhe pavarësisht faktit që e dim se vdekja është e vërtet, e dim se një ditë do të ndahemi nga kjo botë, sikur ne bëjmë përjashtim nga ky rregull. Dhe kjo është gabim. Prandaj, përmendja e vdekjes, përkujtimi i vdekjes, na bën që ne të shpëtojmë kësaj dehje, kësaj gjendje shkujdesie dhe neglizhence. Siç e dini, vdekja ka disa detaje, disa dimensione, disa veçori që e bëjnë atë vërtet të jetë këshilluese. Për shembull, vdekja ndodh befas. Askush nuk e di se kur do të vdes. Askush nuk mund ta planifikojë vdekjen e tij, nga se është e shkruar nga Allahu te bareke o teala. Vdekja është caktim prej caktimeve të Allahut që nuk mund të ndryshon, që nuk kupton se kur vjen vdekja, nuk ka mundësi që ne ta shtyjmë atë. Themi se sezonin që vjen, ose stinën që vjen, ose vitin që vjen, ose kam këtë dhe atë punë e përfunduar, prandaj më afatizon derisa ti mbaroj, nuk ka mundësi. Allahu ka thënë kur vdekja ju vjen, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nuk ka mundësi që ta shtyjnë dhe as ta sjellin më herët. Pra, është caktim i pandryshuar. Vdekja është kalimi prej saj në botën tjetër me pamundësi kthimi sërish në këtë botë. Pra, ajo që e ke bërë gabim, ajo që e ke bërë gabim qëllimshëm, më nuk ka mundësi që të përmirësohet. Me vdekje humb mundësia e përmirësimit të veprave. Sa të jemi në këtë botë, e kemi mundësinë e veprave. Në momentin që vdesim, fillon çështja e dhënies përgjegjësi para Allahut te bareke o teala.